Drejqeni kishte zhvendosur mobiljet në dhomën e tij, pse kamarierët dhe portierët e hotelit cilleshin sikur nuk flisnin anglisht. Në pranverën e vitit 1919 në hotel du Prince Murat në rrugën R de Monceau në Paris, në mendjen e Woodrow Wilson, presidentit të 28 të Shteteve të Bashkuara, ndodhi diçka vendimtare. Pasojat e gripit spanjoll i prishën ekuilibrin mendor, duke e dënuar me halucinacione. Ideja se ishte i rrethuar nga spion francez ndikoi rënd në negociatat për traktatin e paqes së Versailles. Më vonë, një goditje në tru e mbajtur e fshet nga Kongresi dhe opinioni publik amerikan pri bashkëshorte së tij Edith dhe mjekut personal Grayson e la Washingtonin për rreth një vit në atë që u quajt qeveria e fundeve. Kjo pati pasoja serioze duke ndikuar edhe në mosantarësimin e SBA-s në lidhjen e kombeve, e cila sapo po krijoi një trajektore e ngjashme fshehjeje të kujton në kohët më të fundit përpjekjet për të mbuluar rënien mendore të Joe Bidenit, të kryera për të paktën një vit e gjysmë nga bashkëshortja e tij Jill, djali Hunter dhe sigurisht mjeku i tij personal Kevin O'Connor. Ndërsa Biden pengoi dhe belbëzonte, ngatëronte Zelenskin me Putinin, Mitterrand me Macronin, pretendonte se në vitin 2021 kishte folur me Helmut Kohl, i cili kishte vdekur 4 vjet më parë, dhe se kishte diskutuar për gazën me presidentin e Meksikës Al-Sisin, i cili është presidenti i Egjiptit. Mjeku i tij vazhdonte të certifikonte deri në shkurt 2024 se ai ishte plotësisht i aftë për të përmbushur detyrat e tij. Nëse presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara është sot Donald Trump, një pjesë e konsiderueshme e përgjegjësisë historike, sipas autorit, i takon O'Connor. Pra, sa i rëndësishëm është ekuilibri mendor i potusit presidentit të Shteteve të Bashkuara? Shumë më tepër se sa ai çdo kryeministri apo kreu shteti në vendin ton. Shëndeti i tij është çështje me interes publik dhe i prek të gjithë. Presidenti është në fakt një lloj perandori pro tempore. Arthur Schlesinger shpiku shprehjen president perandorake në vitet 1970, duke u referuar zgjerimit të pushtetit ekzekutiv që nisi gjatë presidencës së Richard Nixonit, një mekanizëm që në epokën MAGA, sipas autorit, ka marrë përmasa edhe më të mëdha. Prandaj është krejtësisht logjike që hija e Caligulës apo Heliogabalit, pra fantazma e një perandori të paqëndrueshëm, despotik, melankolik, mizor ose ekscentrik, të përndjekur pas here korridoret e shtëpisë së bardhë, edhe si një rrezik i mundshëm, jo domosdoshmërisht i pranishëm. Shqyrtimi i gjendjes psikologjike të presidentit mund të përfshijë edhe ata që synojnë të marrin këtë postë. Barry Goldwater e mësoi këtë në mënyrën më të vështirë, kur në vitin 1964 revista Fact u dërgoi një pyetësor psikiatrëve amerikan. Plot 1189 prej tyre, nga 12356 të kontaktuar, u përgjigjen se kandidati i së djathtës kundër Lyndon Johnsonit ishte i paqëndrueshëm, i papjekur, frikacak, psikotik, vrasës masiv, imoral dhe madje edhe disi nazist, pasi i qarkullonin thashë theme se kishte vizituar Berchtesgadenin, rezidencën malore të Hitlerit. Problemi ishte se asnjëri prej tyre nuk e kishte ekzaminuar ndonjëherë Goldwaterin. Diagnozat mbështeteshin vetëm tek fjalimet e tij publike. Në thelb ishin gjykime politike. Goldwater fitoi gjyqin për shpifje, por humbi zgjedhjet presidenciale. Sipas kësaj shoqata amerikane e psikiatrisë miratoi të ashtu quajturin rregulli Goldwater ente në fuqi, i cili ndalon diagnozat publike për figura politike që nuk janë ekzaminuar personalisht. Një rregull që sipas autorit ka prodhuar efektet e tij të plota, duke mbrojtur dje Bidenin dhe sot Trumpin, megjithse sjellja e këtij të fundit ka qenë prej kohësh objekt i debatit publik. Hija e errët e çrregullimeve mendore nuk i ka kursyer as figurat më të mëdha të historisë moderne. Nixon pranoi vetë se ishte paranojak. Ai hartoi lista armiqshme gazetarë dhe drejtues emisionesh televizive, e madje edhe para skandalit Watergate urdhëroi përgjimin e telefonave të bashkëpunëtorëve për të zbuluar burimin e rrjedhjeve të informacionit mbi bombardimet në Kambodxa. Ai ishte edhe një bashkëshort abuziv. Fituesi i çmimit Pulitzer, Seymour Hersh, ka treguar se kishte mësuar se bashkëshortja e Nixonit, Pat, kishte përfunduar në urgjencë pas një dhune fizike në gusht 1974 dhe pranoi se nuk e kishte bërë publik lajmin. Nuk ka patur kurrë konfirmim dhe familja e ka mohuar vazhdimisht. Nga ana tjetër, Ronald Reagan dëgjonte me shumë kujdes çdo fjalë të Nancy Reaganit, ndonjëherë edhe tepër. Në vitin 1984, kur u pyet për kontrollin e armëve, ai mbeti duke belbëzuar derisa Nancy ndërhyri: "Po bëjmë më të mirën që mundemi." Një frazë që presidenti e përsëriti fjalë për fjalë. Pa të vjesht, debati televiziv me Walter Mondale ishte një provë e vështirë. Reagan e kaloi me batutën që u bë legjendare: "Nuk kam ndërmend ta bëj moshën çështje të kësaj fushate. Nuk kam ndërmend të përfitoj politikisht nga rinia dhe mungesa e përvojës së kundërshtarit tim." Alzheimeri, i cili ndoshta kishte filluar të shfaqte shenjat e para, u diagnostikua vetëm
shumë vite më vonë. Natyrisht, kjo histori e gjatë amerikane shërben pothuajse si një hyrje në të tashmen kaotike, ku presidenti Joker, shkatruesi i paparashikueshëm i aleanceve, ekuilibrave dhe etikës politike, ka ngritur tashmë pikpyetje të mëdha mbi gjendjen e tij mendore. Debati ka qenë i pranishëm në internet që prej mandatit të tij të parë, komentues dhe humorist të Saturday Night Live kanë konsultuar gjerësisht manualin diagnostikues dhe statistikor të çrregullimeve mendore, duke arritur në përfundimin se Trump vua nga çrregullimi narcisist i personalitetit. Dikush mund thotë se nuk ishte e nevojshme as të hapej manuali. Megjithatë, Ellen Francis, profesor emeritus në Universitetin Duke, u bëri thirrje rreth 50.000 kolegëve të tij, të cilët në fillim të administratës Trump nënshkruan një peticion për të anashkaluar rregullin Goldwater, duke u mbështetur në interesin më të lartë kombëtar dhe në amendamentin e 25 Neni 4, që lejon largimin nga detyrat e një presidenti të paaft për të ushtruar funksionin. Të jesh një narcisist i klasit të parë nuk do të thotë se Trump është i sëmur mendërisht. Trump është një kërcënim për Shtetet e Bashkuara dhe për botën, jo sepse është klinikisht i çmendur, por sepse është vërtet i tmerrshëm, shkruan Francis në librin Amerika e Trumpit në ekzaminimin e një psikiatri. Sipas tij, Trump është një problem politik, jo objekti i psikoanalizës. Megjithatë, mbetet një problem serioz. Në vitin 2017, Gary Cohn dhe Rob Porter, dy nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt, konkuronin me njëri tjetrin për të hequr nga tavolina urdhrat ekzekutiv që i konsideronin më të rrezikshëm. Trump, i paqëndrueshëm si gjithmonë, i harronte ato pas pak minutash. Në fund të ditës, Gary Cohn thoshte: "Nuk ka rëndësi çfarë kemi bërë për vendin, rëndësi ka çfarë kemi penguar Trumpin të bëjë." Pastaj vitet kalojnë. Njeriu plaket dhe gjendja mund të përkeqësohet. Në mandatin e dytë, ai zgjedh vetëm njerëz plotësisht besnik, pa kundërshtime dhe pa pengesa, shkruan Corriere della Sera. Pyetja sot më shumë se kurrë mbetet aktuale, ndërsa rrjetet sociale mbushen brenda natës me meme të pakuptimta, të shpërndara në Truth Social nga një president i moshuar, pa gjumë dhe i zemëruar, me ndryshime të menjëhershme qëndrime, shfyerje, ide për ndjekje, tarifa doganore dhe hakmarrje. Mary Trump, besa e presidentit, pretendon se xhaxha i saj është amoral dhe i kompromentuar mendërisht, por kjo mund të jetë edhe thjesht një çështje pakënaqësie familjare. Sidoqoftë, autori vëren se një moment që shkaktoi shqetësim ishte letra që Trump i dërgoi kryeministrit norvegjez në janar, ku shkruante: "Duke qenë se vendi juaj ka vendosur të mos ma jap çmimin Nobel për paqen për ndalimin e 8 luftrave të tjera, nuk ndihem më i detyruar të mendoj ekskluzivisht për paqen."